Jam në një nga vendet më interesante, sekrete, po dhe befasuse që do keni parë ndonjëherë. Fabrika më e madhe për punimin të floririt në rajon. Jam me Arsenin që do të tregoj gjithë procesin, si fillon, si bëhet deri në produktin final. Mbas kësaj dere është tash fabrika më e madhe floririt në rajon, do mbyteni në Flori. Shiheni se sa është dera e sigurisë, pra dera në cilën kalon, hyn brenda, në qoftë se vjen këtu, befasohesh sepse duket më shumë si një dyqan se sa si një fabrikë për prodhim në Flori. Sa e madhe është Arsen? Rreth 1000 metra katror. 1000 metra katror. Dhe i ka gjithë proceset brenda? Që të gjitha, nga e të gjeja. Ju prodhoni bizhu për veten tuaj, për individ, apo për... Jo, ne prodhojmë vetëm për shumicë. Klientët tonë janë thjesht... Dhe kryesisht jashtë? Kryesisht jashtë, po. Pra është një fabrikë që thuajse 99% prodhimit saj e çon për eksport. Jashtë, doni ta shihni në fillim, po ta nisim mbrapsht më fillim pasaj procesin. Mbrapsht është atje procesi fundit, është galvanizimi. Galvanizimi. Shkojmë atë ta shihni se si del në moment një bizhu, në momentin që është mbyllur e gjitha, jemi te Polish Department. Po. Shohim produktin, jo, është procesi fundit, ne kemi galvanizimin. Në cilin ne mbyllim linjën e prodhimit dhe nuk preket më me dorë. Shiheni si prodhohen, shiheni këtu. Ja ku keni të gjithë zinxhirët e floririt, që janë galvanizuar, pastruar, të plot, ju i shisni me grupe, me tufa. Me gram. Kur i transportoni kështu me grupe zinxhir. Për shembull, shiheni këtu. Këtu duhet të jenë një numër shumë sa zinxhir keni këtu? Me thënë drejtën, ne asnjëherë nuk i numrojmë se sa zinxhira janë, vetëm me peshë. Vetëm me peshë. Po. Shiheni. Këto janë të gjitha zinxhir, do po marr vetëm një. Aha, se hap kam dot më duket. Mos i bëj lëmsh. Arrita. Pra është vetëm një zinxhir, po shiheni sa keni këtu. Ky është një zinxhir i imët floriri apo jo? Imët. Ju prodhoni të gjitha llojet? Po, të gjitha llojet, kemi dhe më të imët dhe më të mëdha këtu. Keni dhe më të imët dhe më të mëdha. Këtu jemi në procesin e galvanizimit. Çfarë ndodh këtu, Arsen? Atëherë këtu ne japim një ndriçim më shumë varësës, edhe pse ka ngjyra është goxha e bukur, ne akoma i japim një ngjyrë më të verdhë, që një shkëlqim më të madh. Pra këtu i keni të verdh, rose gold, 18 karatçi këtu. Po. Dhe atë është recovery dhe të bardhën. Pra ngjyrat të cilën ne japim. Po pse i fusni këtu në ujë? Atëherë, sepse pas larjes në galvanizim, lëngu të cilën e transportojnë varëset është i mbushur me flori. Është i mbushur me flori? Ja i mori, i buri. I vë për të tharë aty? Po, këto janë pa galvanizuar. Ato janë të rritë që të marri. Shive si prodhohet tani, gjithë kjo sasi, floriri, këto janë të gjitha varëse e floriri. Pra ky është momenti i fundit. Po përpara këtij çfarë bëhet? Përpara këtij kemi pastrimin ose polishin, të cilin e quajmë. Që e pastrojnë. E pastrojnë varësen dhe e bën gati për galvanizim. Sepse varësia duhet të jetë perfekte ose e lustron, siç e themi ne. Po. Ky është procesi lustrimit. Shiheni, këtu janë të palustruara. Po, të palustruara. Kështu është kur vjen e palustruar. Pra kjo është një varëse për të mbajtur në dorë, ë? Po, është një bëzylyk. Bëzylyk, shive, është i pa shkëlqyer, ndërsa këtu është i shkëlqyer. Kjo është polish. Kjo është e shkëlqyer, ja dhe unaza që kam dorë, kjo që nga rose gold me domethënë flori i kuq me flori i bardhë, me diamant. Me diamantet, po. Diamantet nuk i prisni këtu, i merrni të gatshëm. Jo, i marrim të gatshëm. Shiheni, eci më tutje në fund fare do t'ju tregoj gjithë produktet e fabrikës. Thash është një gjë e rrallë kur të hyni për ta parë. Këtu është? Këtu është prodhimi i varëses. Prodhimi i varëses. Hajmë ta shohim si prodhohet varësja. Pra ky është? Kjo është makineria e prodhimit. Floriri hyn kështu, shiheni pak. Shiheni se si vjen floriri. Vjen në peç floriri. Në peç, po, në formë shiriti. Ky është flori 18 karat. Ky është 14 karat. Ky është 14 karat. Pra floriri vjen këtu, futet në makineri dhe del në këtë formën këtu,
në formë varse. Shiveni, në formë varse, e pa prerë. Kjo është 14 karat që? 14 karat. Shive 14 karat flori të pa prerë që del, ndërkohë që pjesa, kjo është një pjesë që ka dalë tani për pak minuta, po të vini re pjesa e petës që ka dalë shu është prerë. Tani kjo, çfarë ndodh me këtë? Sepse ylli këtu është ky që bën këtë, po. Kjo skarto ne e shkrim dhe një herë tjetër, po, dhe prodhojmë dhe një herë varse. E shkrini dhe prodhoni dhe një herë varse. Maksimumi që mund shkjetësh dhe një herë tjetër. Tani, çdo makinë shërben për një varse të caktuar? Po, një model dhe një mizur, sepse mund kemi makinerit ndryshme, që është një njëti model, por mizurat ndryshme, edhe duhet makinerit të ndryshme. Dhe këtu është, këtu prodhohet një tjetër, ky është shumë i imët, me sa po shoh. Shiveni, nuk e di ku është kamera. Shive se sa flori i imët. Ky është për varse timta, është i pa prerë, nuk janë vendosur akoma kapset. Jo, fare. Që janë vendosur. Pra ky është deri sa metra mund të shkojë kjo? Në thënë drejtën mund të shkojë pa fund, thjesht e rëndësishme është të makinerin të ushesh me fije. Ta ushesh me fije e flor. Kjo është fija floririt. Po, kjo është fija më trashët që ne kemi. Kjo është fija floririt më trash që shërben për një varse më të madhe. Po, model kuban. Është flori ky, jo tel bakri, siç kujtohet. Duket këtu, sa është 0.8 apo 2 mm? 2 mm. 2 mm flori që futet këtu dhe prodhohet varsja më e trash. Këto vazhdojnë prodhohen varse tjera. Secili model është në vete. Modelet ju vinë gatshme nga porositësit. Po, modelet po, ne kemi kampionet tonë dhe porositësit thjesht porositësin Shive si prodhohet aty fija e floririt, nuk arrin ta kapi kamera. Shive si vjen ky tel, kaq i holl këtu sipër. Shive sa i holl për të ardhur. Ndërkohë edhe këtu është e njëjta gjë, makina ndryshme, po kjo, a kjo ishte kryevepër. Këtë e pam pak më parë kur po bëja. Mi scusi, ciao. Ciao, come va? Tutto bene? Punojësit janë indian dhe supervisorët italian. Mi puoi spiegare un po' questa macchina? Shiveni çfarë mrekullie Questa è un tipo di catena che si chiama spiga. Kjo quhet spiga, është kjo ky zinxhiri më i imët i mundshëm. Questo è il più fine che avete? Sì, questa no, la più fina che abbiamo di questa tipologia, sì, però abbiamo una catena ancora più fina. Ancora più fina? Sì, questa è uno 0,30 e abbiamo una 0,25. 0,25. E cosa fate con questa telecamera? Con questa telecamera praticamente. Sì? Sì. Ah, hai tirato la macchina. Con questa qui vediamo il problema che fa durante la fase di lavoro. Aspetta. Durante la fase di lavoro qui possiamo vedere halka që janë aq të vogla. Vedete tutte queste se c'è un problema. Quando la macchina cade che ha un problema noi stoppiamo e andiamo a rivedere in slow motion cosa è successo. Wow! Shive si e shef në slow motion një gjë që është kaq e holl sa kjo këtu. Pra kaq e holl, imagjino. Këtë halk këtu që gati s'duket e shef në slow motion. Quanti anni hai che lavori con loro? Con loro? Sì. Con loro è un anno. No, con oro. Con oro è qualche anno, una quarantina diciamo. Quarantina, ka 40 vjet që punon me floririn. Da che parte d'Italia vieni? Da Arezzo, un polo produttivo di catena. Vien nga Arezzo, grazie mille. Grazie a te, grazie a te, è stato un piacere. Tash punojësit i ka indian, kurse supervizori është italian. Hajde Arsen. Këtu kemi arritur te pjesa parë, tani do ta mbyll të pjesë parë, do vazhdoj me pjesën e dytë për t'ju treguar si shkrihet ari, është shumë interesante. Ta shohim tani, Arsen, vazhdoj me shkrirjen? Po, patjetër. A e dini çfarë është kjo? Është një lingot ari. Lingot ari 24 karat, ka një pesh 1.2 kg dhe shërben për të prodhuar, po e quaj për përpunimin dhe prodhimin e zbukurimeve të arit, bijuve që i quajmë ne, që prodhohen në fabrikën më të madhe në rajon të përpunimit të arit që është diku në Shqipëri. Arseni do na tregoj gjithë procesin se si kjo lingot ari kthehet 24 karatsh
kthehet në bizhu 14 dhe 18 karat. Po, dhe 22 është në bazë të Dhe 22 dëshirave karat. të Po klientit. 24 karat nuk punohet. Jo, 24 jo, Pse? nuk punohet, sepse është shumë i butë dhe nuk Pra ari 24 karat nuk ka funksion. nuk ka funksion. Kjo lingot, çfarë vlerë ka sot? Me çmimin e sotëm është rreth 120.000 euro. 120.000 euro kam unë këtu në dorë. Po. 120.000 euro. Po. Shillo, si mund të fuzësh 120.000 euro në xhep? Iku xhepi poshtë. 120.000 euro. Arsen, a mund ta mbaj në dorën gjatë procesit që do më tregosh? Patjetër thjesht duhet ta lesh prapë këtu në moment. Jo, që po ma- kjo është e sigurt, sepse për të hyrë këtu duhet kalosh 5 dyer të blinduara me sisteme sigurie nga më të sofistikuarat, po Arseni do na tregoj si fillon shkrirja e floririt. Këtu kemi flori të skorje, po themi. Më saktë janë mbetje ose Mbetje. skrap të proceseve të tjera të mëparshme. Ky është 14 karat? Ky është 14 karatsh. Po. Shive si duket diferenca. Sa e verdh është 24 shive dhe 14 Ky është 14 karatsh, shive zbardhet pak, ë? Po, zbardhet pak. Dhe merret, këto kanë mbetur nga bizhut që janë bërë përpara. këto janë Tani të Arsen më bashkë. shpjegoj një gjë. Ky 24 karatshi. Po. Për të bërë 14 karatsh, me çfarë përzihet? Me alazhe speciale. Alazhi çfarë ka? Atëherë alazhi ka bakër, argjent, zink dhe disa metale të tjera dhe si fillim ti duhet ne përcaktojmë për çfarë forme do marri shkrirja. Pra do jetë petashuqe apo Ose do jetë fije teli? Po, sepse secila ka alazhin e vet special. Dhe për ta bërë nga 24 karat, 18 karat, sa përzihet? Në 1 kg florin 18 karat kemi 750 gram florit të pastër, 24 karat si ky dhe 250 gram alazh. Pra 750 gram këshu dhe 250 gram alazh. Po për të prodhuar 14 karatshin? Kemi 585 gram florit të pastër dhe 415 gram alazh në 1 kg. Pra këtu është diferenca. Këtu është diferenca. Alazhi e bën këtë më pak të verdh, po themi, Po. se sa 24 karatshi. Ky është 24 që ishte 120.000 euro, kjo më duket, Po. në dorë. Këtu tani do filloj procesi shkrirjes. Furrat janë 5 kile 10 kg dhe dhe 15 50 kg flori. Sa flori shkrini ju në ditë afërsisht? Rreth gjysmë kile flori. Gjysmë kile. Po. Mund ta fillojmë procesin e shkrirjes? Po, patjetër. Trasim djalin. Pra, Ky futet aty, ë? po. Ky futet. Punojësit janë indian? Po, janë indian. Start. Ky furr punon me induksion. Po. Me induksion, e Po. thith vetë ajo të? Po. Në moment që shkrihet, Po. floriri bjen poshtë, krijohet në A, formë lëngu. shkrijet vetë ajo, pak nga pak, do më të në filloj Po. të zhytet ajo. Po, e shoh që filloj të lëvizi. Po, pak nga pak fillon lëngëzohet. Lëngëzohet dhe poshtë derdhet lëng floriri? Jo poshtë, po kjo krogjola, Po. kjo gota këtu e grafitit, ngrehet Po. dhe derdhet në format që kemi këtu. A, derdhet në formën që kemi. Po. A mund në lajmëroj kënë momentin derisa të bëhet, shkojmë të shohim Po, pak patjetër. tek kimisti, se pjesa më interesante është si kontrollohet, që 24-shi është bërë 14, shkojmë atje dhe pastaj e sjellim prapë këtë. I'm coming back with this one. Këtu është procesi kimik, ë? Po, procesi kimik. Kjo është pjesa se si verifikohet nëse floriri i derdhur është 14 apo 18 karat, më pas është procesi tjetër. Si kalove? Si e? Si ke qenë? Do ma shpjegosh dhe njerë si e kontrolon ti ky është 14 karatçi. Po nuk e certifikove ti, nuk fillon prodhimi. Po si e verifikon ti që ky është 14 karat kur ka dalë nga derdhja? Për shembull ky është 24. Këtë nuk e japëm. Vërtetoj, një metodë. Ngrihet pak zërin, po. Metodë të vjetër, që është metoda e kopelimit. Po. Kjo merret një mostër, Dhe ta bë këtu më të floririt. Merret mostra eksakt. mostra, Po. eksakt. Do marrim një sasi di rreth 250 mg. 250 mg me të gjithë të që ke këtu? Tani Po. do përgatisim mostrën, rreth 250 mg. Kjo është pjesa më e vështirë sepse Duhet jetë patjetër 250.
rreth 248 deri 252 maksimum. Është po brenda Është këtyre. brenda rangut Po. do të stabilizohet peshorja, do të jetë Waiting. që të stabilizohet, sepse dyert duhet të jenë mbyllura. Nuk Po. do të ketë interferenca asgjë. Mos ketë Mos asnjë. ketë ajër sepse është proces shumë i vështirë. 78, 160. Ja pas ke marrë dorën. Po, u bën disa kohë që Sa kohë ke që merresh me këtë profesion? u bë rreth 7 muaj. 7 muaj. 222, tani duhet një e vogël që të Një shkojë. vogël që të shkojë. Dhe kjo është pjesa më vështirë. 235. Sepse në qoftë se kalon, do ripeshohet dhe herë nga fillimi. Tu jemi. Ik je fiks. Po, si e bëre. Mbyllet xhami dhe lihet 2-3 sekonda sa të stabilizohet peshorja. Është stabilizuar, 250. Kjo çfarë është? Kjo është flet plumbi. Flet plumbi, Rreth 5 zakonshme, gram. po? Ezakt. Duhet rreth 5 gram. Po? Plumbi ka aftësi për larguar gjithë metalet jo të çmueshme, Po? siç janë bakri, zinku, Po. çdo gjë tjetër që ka përveç floririt dhe argjentit. Po. Dhe këtu hedh floririn ti, e hap këtë? Po, e hapim atë, marrim mostrën, Po? por mbeti pinceta që na ndihmon. Dhe e hedh aty. Tani duhet shtrosh argjendin. Tash do të shtojmë argjend në raport. Ta shtojun argjendin, lejohet? Lejohet. patjetër. Sa gram duhet argjend? Duhet për flori rreth 14 karat duhet 400 gram. 400 gram. Prit pak. 400 gram, ky është argjend. Edhe ky është argjend i pastër, a? Argjendi pastër, çdo gjë e pastër, çdo gjë e pastër. 252. Duhet gjej një të ngjashëm. Ky është shumë duket, po ta provojmë. Jo. Kjo është shumë e madhe. Po tani si të bëjmë? Është e madhe shumë dhe kjo. Po 500 te. Jo, 400 është për A 400? 14 karat. Po, ma lërë dhe Për 400 që 18 të gjej. është 500. Mund ta plotësosh me këto tollat, duke e prerë më gëshan. Ja, këto tollat. Po. Të vogël fare? Okej. Këtu je, okej. Okej. Është okej? Është okej. Edhe Është okej. është okej. Atëre e marrim dhe këtë. Është okej. Ku e fusim dhe atë aty? Dhe këtë Falë, prit që mos e hedh jashtë, po. Okej. Po pastaj çfarë bëhet? pastaj merret të mblidhet Po. me kujdes që mos qahen, që mos të Ana? humbi materiali nga ana. Bëhet sa më e vogël tjetë e mundshëm sepse do futet në furrë. Po. Ta marru këtë 2400 me vete? Po. Po. Edhe? Kjo kalohet në furra është 1150 gradë dhe rri gjatë gjithë kohës rri e ngrohur. 1150 gradë, dhe është ngrohur gjithkohë, se ndezë. Sepse temperatura e shkrirjes florit është 1064. Po, edhe? Kjo rri gjatë gjithë kohës, ditë natë rrinës. Pastaj, kjo se ke dëshirë, po është pak e vështirë, Po. Ta provoj unë, ta Po, fus. tjetër. Prit herë se do të dorëzoj këtë 120-qen. Ma lërë ta provoj? po. Po. Duhet vë të rezën dhe unë? Por do këtë. Gjatë tani qofse. Tani këtë duhet ta marrë ta fus aty Po, brenda. te vogla, te krogjoli vogël. Okej. Filloj të shkrija. Si fillim, shumë mirë. Po, tani fillon e shkrim, mbyllet për 2 minuta. Po. Çdo hap është me kohë. Po, dhe pastaj? Dhe çdo titull ka metodikën e vet dhe kohën e vet. Po, mbasi shkrinë, Pasi shkrin ajo, pasi arrin gjithë procesi që largohet gjithë plumbi dhe gjithë materialet e jo që nuk janë të nobël, ky është produkti final. ky është produkti final. Kujdes, Është i nxehtë? Është nxehtë. Po. Po çfarë bën me produktin final? Ky është argjend dhe flori. Po. Te e marrim, kalojmë në procesi tjetër. Ky është procesi rullimit. Do kalojnë një flet hall, do të arrini Po. flet Po thamotor. si e bën flet hall?
pincat janë Po. veçanta, speciale për çdo gjë, sepse mos merret. Pastrohet nga papastërtitë e Po, fosfatit që ka kroxholi. po. Dhe duhet Pasi petzohet. pastro, tash do të petzohet. Por do të ngrohet para prakisë sepse ka rrezik mos plasaritet. Po, Edhe po, humb pastaj humb aftësinë. jo, po. humb metali. Po. Analiza dele gjithë e gabuara. Çeki që është në formë rrumullake, që Po, është e shoh. special vetëm për këtë lloj procesi. Po tani, Tani po ngrohet, sa të ngrohet pak metali. bash. Ky proces bëhet Ah, 3 herë. disa herë. Disa herë derisa të arrijë. Aty ka flori dhe argjend. Argjend, flori dhe argjend. Që i bie sa gram? Më pak se 1 gram. Tu kemi rreth 210 mg. Miligram, po. 200 e pak. Dhe mbasi e rre, Mbasi arrijë. Tani do kaloj në një proces tjetër të rulimi. prit, po. Po hapet dy xhiro. Po. Ku e Kjo fut? është pedali që lëviz. Po. Gjys rrotullimi. Po. Gjys rrotullimi. Po. Prap. E bëke disa herë gjysër për. Po. Derisa të arrijë në formë Shi. po tani fillon edhe Tani bëhet pet fare. 5 fare derisa të arrijë. Sa e holl duhet jetë peta? Duhet jetë gjysmë rrotullimi afër fundit. Po. Pra shive si Po. del. Shive si del është ardh dhe argjend. Po pse është e bardhë? E bardhë s'është Ta argjend. lëshoj prap? Lëshoje, kujdes. Ua, shive si u zmadhua të ashti. Ta lëshoj dhe jera, apo s'ka nevojë më? Të si s'ka nevojë më. Shive si u bë. E çfarë bën me këtë? Kjo, Fike atë se që ka shumë e ndezur. Po? kjo Po? në formë uje. Rrotullohet në formë uje. Po? Kur është e madhe, Po? sepse Edhe çfarë bëhet? kjo kalohet të acid. Çohet në acid. Po. Ku është acidi? Acidet janë e bëjmë acidet. Po. Janë dy acide me përqendrime të ndryshme. Një është 33%, tjetri është 54%. Kjo është futet brenda dhe shtohet sasia e acidit parë. Po. Sa zgjat si proces? Zgjat gjysore. Gjysmore. Gjysmore. Dhe pas- 15 minuta është acidi Acidi? parë dhe 15 minuta Hidhja acidi para dytë. acidin dhe shoh. Kjo duhet jetë ngrohtë. Dhe Furi. pastaj ku e verifikon ti që është 14 karat, e çon e peshon prap? E qoj e peshoj, du Po. të jetë e ngrohtë në 200 gradë Po. temperatura. Pastaj, masi mbaron në gjithë procesi, Po. merret dhe arrin përfundimin. Dhe peshohet këtu. Ky është produkti final. Ta provojmë atëherë produktin final Ky sa është është? produkti. A mund ta final. marr? Patjetër. Është 220 E 5 mg. që është eksakt, që tregon që është 14 karat. Po. Shiveni. Po ky është 24. Ky Vazhdojmë ta është shohim pas shkrimin. procesit të- Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Mirëpas. Shkojmë për Rosh, faleminderit.
Këtu është procesi tani besoj u shkria, jo? Po thuaj se shkryr komplet. Akoma nuk është shkryr në 100%, është copa fundit, lastë. Dhe hidhet aty për të bërë lingot. Po. E pa besueshme kjo. Ja thuaj se u shkrit, mund ta bëj tani procesin që ta shohim? Jo, akoma. Nuk do të jetë një lëng i pastër Po. dhe pa Shiheni pisliqe. se si u shkri komplet pjesa. Me çfarë nxehtësie është tu? Tu jemi me 1100 gradë. 1100 gradë. Po. Tu shkrihesh komplet, domethënë. Po. Iku shive e gjithë pjesa e arit që pat, u shkri. Tani u shtua pak edhe. Ne duhet presim që homogenizohet e gjitha dhe të jetë një lëng jo i trash, por i hollë, që tregon që është gati për të derdhur në lingot. Dhe pastaj merret me dorë derdhet, Po, merret me si në dorë, fonderi, domethënë. si në fonderi, një të gjë. Po ajo pse nxehet aq shumë? Kjo nxehet sepse moment që ne derdhim me lëngun e ngrohtë, që është 1100 gradë, nuk son një shok Edhe termik. këtë po ta derdhësh aty shkrihet e gjitha. Po, e gjitha. Më mirë mos ta derdhim. Jo, jo. Domethënë, momenti që ajo kthehet në një lëng plot, fabrika shkon për ku kryesisht për eksporte? Për eksporte, ne kemi eksporte me Italinë, me Turqinë dhe në këto momente jemi në bisedime për eksport në Dubai. Kaq shumë kërkesë ka për punimet e arit? Po, ka kërkesë. Në këto Kush është momente nga vendet që ka më shumë tradit? Tradit ka Turqia patjetër, Turqia. Turqia. Por dhe në Po Turqi kjo kemi çfarë arritur. Ky është boraço që e quajmë ne. Po. Kjo shërben për të pastruar metalin ose lëngun nga papastërtitë. Kjo hidhet gjithmonë për ta pastruar lëngun dhe tërheq papastërtitë. U shkri, u bë lëng e gjitha. Po. Sa e bukur. Domethënë nuk është lënga, është arë, që jemi brenda. Tani u kthyen në lëng i gjithi. Po. Dhe shohësh në kamera është i gjithi lëng. Dhe shisi po nxehet kallupi ku do derdhet. A do jeti prapë, ë? Po, sepse si me sa duket ka disa papastërti. Mund të jetë ndonjë pikë vaj, pluhur. Po ajo çfarë është pajisja aty? Ajo është një shkop grafiti. Që përzien. Po. Ja, u bëj lëng shumë komplet. Pra kur e sheh me sy të lirë që lëngu është uniform, atëherë derë në kallup. O si e merre kap me... Po, përdor pinca apo Ajo është pinca e kapjes. Po.
Jemi gati tani. Mbas kësaj do shkoj te ai procesi që ju treguam i kimistit. Ready? Tani është gati për ta Vendet. duhet dalim këtej komplet si në fonderi. Shpresoj nuk ka emocione djali. Dhe pse duhet rri me flak aty? Për të mos pësuar një shok termik me kallupin. Nëse kallupi është i ftohtë, atëherë ne kemi cifrat florirë që fluturojnë. Dhe këtu e kemi, po, Në këto momente do ta është duke nxjerrë nga kallupi. wow. Dhe ja ku është. Ja dhe fleta e arit. Lingota. Dhe çfarë bën me atë pastaj? Aty është një acid i cili shumë i përzier, thjesht që largon ngjyrën e zezë të oksidimit. Dhe ajo është një lingot 14 karatëshe. Kjo është lingota 14 karatëshe, kjo është lingota 24 karat. Shiheni, ja u bë lingotarit. Po kjo sa kushton? Po mbas peshës, po gjysmën e kësaj që kanë bërë. Do të rreth 60.000 euro. Pra 60.000 euro janë aty. Po, rreth 60.000 euro. Edhe procesi i... Ky ishte procesi, tani po bëhet lingota tjetër. Do ju tregoj bizhut pastaj. Tani në fabrikën thash, më të madhe të përpunimit të arit prapë me arsenin në Shqipëri, jemi te pjesa fundit dekorative. Ju tregova në fillim fabrikën, çfarë bëhet. Këtu është interesant. Kjo është lingota e arit që vjen kur ari blihet nga jashtë, jo kur derdhet këtu, po ju mund derdhni dhe ari 24 karat këtu, Nga rafinimi po. nga rafinimi. Po. Pra kjo është që vjen suisët, 1 kilo fine gold. Sa kushton kjo? Rreth 93.500 euro me çmimin e sotëm. 93.500, se çmimi në bursë lëvizje Po, arit, këto kohët e fundit ka pas shumë luhati, shkon 97, 90, 93, por ka shumë luhati, nga Ka 90 shumë luhati. 97. Po. Po në përgjithësi goldi është i pa, do të thënë, nuk i humb vlera kur. jo, asnjëherë. Gjithmonë, po ta mendosh para 2 viteve ka qenë çmimi 50.000 euro 1 kile, në këto momente është 93.500 euro 1 kile. 2 fishi? 2 fishi. Për 3 vjet? Për mos 2 vjet. Për 2 vjet. Për 2 vjet është 2 fish. Po dhe mund të bjeri pra. Po, edhe mund bjeri. Po, atëre, këto janë produktet kryesore që ju keni. Ju jeni specializuar për prodhimin siç pam poshtë të varseve apo jo? Po. Kjo është varsja e famshme popcorn? Kjo është varsja, po. Modeli i cili pëlqejet më shumë këto momente. Ky model pëlqejet më shumë? Po, kuj eksportoni? Zakonisht në Itali, në Turqi bëjmë eksport, gjithashtu, dhe jemi në bisedime për të eksport dhe në Dubai. Dhe në Dubai, Itali, Turqi, Itali bie që t'jenë standardi i Bashkimit Evropian, do më të një tregtushëm në Bashkimin Evropian. Ju edhe supervizorët i keni italian. Po, dhe supervizorë Ka dhe shumë këtu makinerit. paska edhe byzylyk, pra qenë të shoqëruar bashkë. Po.
shoqëron. Këto janë 14 karat. 14. 14. Po 18 karatet? 18 karatët kemi këtu, kemi bijut. Bijut. Tani, kush është, po i quaj varsja më e hollë, më fine që ju keni? Varsja më e hollë që ne kemi është kjo varsja këtu, mund të themi. Cila? Kjo këtu. Duhet marrim vetëm një, Po, duhet. që këto janë apsa vështirë që nga të Janë shumë vështira. Ju i shisni me cop apo me pesh? Me pesh. Me pesh. Me pesh. Pra ju shisni... Ja, e gjeta. Shiheni sa e hollë është, nuk e di nëse kamera arrin ta kap. Sa është kjo, Arsen? Rreth 1 gram e 20. 1 gram e 20 e 1 gjitha? gram e 20. Kjo është e gjitha 1 gram e 20. Imagjino. Kjo është gjëja më fine që ju punoni. Po, më e shitura kush është? Më e shitura kemi bryzylykët tenis me diamante. Këto janë byzylyk me diamant. Diamantet nga i merrni? Nga Italia. Janë certifikuar? Të certifikuar. Ku i mban diamantet që si pashun? Në kasafort. Mi hap njerë diamantet dhe pasaj vit mi ti tregoj këto? Patjetër. Ta zëm pami në kasaforta e pas që nga me mos shof numrin. Me që kasaforta është sekret. Shiveni se si është lingota e arit. E pat, kjo është 93.000. Aja ku dolën diamantet. Edhe diamantet. Qa ka tjetë kasaforta pas tregohet? Sekret. Këto janë diamantet. Po kjo qarë është? Certifikata? Kjo është certifikata e GIAS, e diamanteve. Po si është certifikata? Certifikata ka numër, çfarë ka? Ka numrin serial të çdo diamanti, i cili është Që është ky këtu? po gdhendur me lazer rreth diamantit. Pra diamanti ka të gdhëndur me lazer të njëjtin numër. Po, të Pra njëjtin ti numër. identifikon bazë certifikatës dhe gdhëndjes si ka diamanti. Po, certifikata ka për masat e diamantit, ngjyrën, pasërtin. Kush janë diamantet më të mëdhej? Më të mëdhej, në këtë grupin këtu janë këto janë disa nga diamantet më të mëdhej. Këto. Po. Dhe ky ka certifikatën me numrin e vet? Po. Do më thënë, në qoftë se unë zjerë vetëm një këtu, po që nuk e shet dot. Nuk e shet dot. Duhet teleskop që E sa kushton ky diamant për shembull? varet nga karati. Sa karat është ai diamant? Kush është diamanti më i madh që keni në Unaza? Prit ta fusim një herë këtë këtu. Pra secili nga këta shitet me një certifikat të vetën të ku ishte këtu apo ishte këtu? Nuk ka problem aty. Po. Këtu i keni të gjithë nga 1.85, 2.30. Diamantet tu fillojnë nga 0.8 mm më i vogli dhe më i madhi jemi këtu që është rreth 7 këtu? Po, rreth 7 mm i madhësi dhe 1 karat pesh. 1 karat pesh. Po. Ky do të thënë i bie tjetë 7.000, 6-7.000 euro vetëm diamanti, pa punën dhe pa edhe diçka më shumë, dhe pa diamantet rrotull. Pa diamantet. Pra kjo Unaz mund të jetë rreth 10.000 euro. Edhe më shumë mund të jetë. Edhe më shumë mund të jetë. Po këto janë po me diamant, Po, pak më të me vegjël. diamant, por pak më të vegjël. Pra ju keni edhe diamant 1 karat. Po. Dhe i punoni dhe me këto, kjo duhet jetë emerald. Po. Po këto janë diamante më të vegjël punë, kjo duhet jetë rubin. Po. Këto janë punime të sofistikuara pastaj. Të gjitha prodhohen këtu? Të gjitha këtu. Pra prodhoni art të bardh, ja dhe ky me bageta me diamant, art të bardh, art të roz, po ky që nga kombinimi të dyjave dhe me 3 diamant. Dhe pastaj ke dhe art verdh të tjerat. Po këto që po më thoshe ishin varset me diamant? Këto janë bryzylykët tenis me diamant. Bryzylyk tenis me diamant. Kush ka më shumë diamant? Po ky bryzylyku këtu duket më i madh. Ky ka diamant, ë? Diamant, Sa mund të kushtoj një bryzylyk i tillë në tregun ndërkombëtar? Rreth 5.000 euro. 5.000 euro. Po. Ky bryzylyk me diamant. Po. Ndërkohë kostoja juaj sa është apo varet? Varet. Po këto këtu janë prapë me diamant, po ka dhe të Po, verdh. janë dhe të verdh, më të vegjël, më të shkurtër, më të gjatë, varet gjatësitë janë ndryshme. Po gjithmonë nga madhësia e diamantit varet kryesorja. Kurse këtu ke varse tjera. Cili ishte modeli? Ju më thatë që keni një model varse tuajin që punoni vetë, e prodhoni vetë. Ishte model i kompanisë tuaj. Kush ishte? Ishte ky modeli këtu. Ky është modeli juaj. Do të thënë, ju e keni të identifikuar si tuajin dhe shisni si model tuajin edhe
edhe jashtë. Dhe në projektimin e stambës dhe të makinerisë është projektuar nga ne. Kush është vendi që ka përpunimin më të mirë të arit rreth e rrotës? Po në këto historikisht është Italia, Po? që të cilët ne nuk i shohim jo si të parritshëm, por janë konkurrentën tonë direkt. Po. Po Turqia? Turqia ka një cilësi më të ulët se Italia, Po. dhe për ne nuk është problem që të arrijmë cilësinë atyre. Po cilësia ju është cilësi e standardizuar për Bashkimin Evropian, domethënë? Po, përderisa eksportojmë dhe në Itali, tregon që jemi të pranuar nga tregu italian. Ajo është peshorja? Kjo është Ta peshojmë një nga këto sa është për shembull një nga të voglat? Apo nuk arrin të peshojë deri në këtë nivel? Jo, peshore me 3-0. Ta provojmë një herë ta peshojmë se sa 1.4 gram, 1.42 gram flori. 14 karat. 14 karat. 14 karat. Po lingota ku peshohet? Peshohet atje? Po, te kjo peshore tjetër. Lingota peshohet në anën tjetër. Shifeni. Një kilogram flori i pastër, 24 karat, i sjell nga Zvicra. Shisa interesant. Do të thënë këto janë gjithë produktet tuaja. Po. Ka 4 dyer për të hyrë deri këtu dhe për të parë. Një prej fabrika më e madhe në rajon dhe një prej fabrikave të mëdha edhe më gjerë në Ballkan për eksportin e varseve të Floririt. Domethënë këto varset këtu të gjitha eksportohen nga Shqipëria drejt Italisë. Po i lë kështu tani rrumuj. 3 episode kisha në YouTube për këtë për punimin e Floririt, të treja janë interesante. Mund të shihni veç e veç dhe të treja bashkë.